Ky është Tani. Ai është braktisur nga Spitali i Durrësit me anë të një ambulance në portin e peshkimit. U tha se ka ndruar jetë. Në fakt, jo. Dëshmitarët e kanë konsideruar se ai ka ndruar jetë, por ai është marrë dhe shquar në spital dhe është gjallë. Nuk ka vdekur, por ditën e sotme i kanë amputuar këmbën, pra njërën këmbë ja kanë prerë. Çfarë ka ndodhur me të përtej tentativës për të fshehur ngjarjen të Spitalit të Durrësit të Ministrisë së Shëndetësisë? Tani ka qenë në Spitalin e Tiranës, pra dërguar nga Spitali i Durrësit për një protezë vaskulare që ai do duhet të vendoste. Më tej është dërguar në Spitalin e Durrësit ku ka qëndruar për një kohë të caktuar dhe vetëm përpara 2 ditësh ai është dërguar me ambulancë në këtë vend. Ky vend është vetëm 30 metra larg detit. Pra është brenda portit të peshkimit të Durrësit. Çfarë ka që nuk shkon me deklaratën e Spitalit të Durrësit shpërndar nga Ministria e Shëndetësisë e Tiranës? Aty gënjejnë kur thonë se kanë komunikuar me familjar, i kanë dhënë destinacionin dhe me destinacionin ambulanca e ka çuar këtë person në atë vend. Gënjejnë publikisht, mashtrojnë publikisht. Sepse në atë vend nuk ka familjar, nuk ka shtëpi, nuk ka njerëz që jetojnë. Është brenda portit të peshkimit të Durrësit. Për të hyrë në të do duhet kalosh të paktën 2 vende që duhet të kalojë ambulanca apo çdo makinë thjesht, ku duhet vendosësh kartën që të ngrihet trau. Ka tra. Pra për ata cilët janë njerëz të thjesht që hyjnë brenda, do të kenë një çip për të hyrë brenda. Ministria e Shëndetësisë ka thënë që ne kemi çuar tek një familjar. Pra familjari ka dhënë adresën dhe e kanë sjellë në destinacion. Ktu është porti i Durrësit. Ja, familjari nuk ka këtu, si më të sjellë ke familjari këtu në port. Këtu nuk jeton njëri, këtu është port peshkimi. Këtu është port peshkimi. Pra ambulanca e ka sjellë thjesht për ta braktisur nga ajo çfarë fakte tregojnë dhe duket fare largët edhe rruga. Pra këtu jemi brenda portit, e cila të çon pra drejt rrugës kryesore dhe këtu nuk ka banesa, nuk ka familjar, është vetëm porti, se si punon dhe funksionon puna këtu. Ju e shikoni fare qartë, ka disa hyrje, të cilat do duhet që edhe persona që hyjnë të kenë çipin, sepse janë edhe këto ndalesa që për të bërë që të hyjet brenda portit dhe më pas të dilet, por duket fare qartë që Ministria e Shëndetësisë gënjen në deklaratën e saj për personin, sepse e ka lënë aty për ta braktisur, jo për ta çuar tek një familjar. Këtu është pastaj edhe hyrja tjetër, hyrja dalse. Edhe këtu gjithashtu. Pra këtu është vendi, kjo është rruga që ka ndjekur ambulanca për ta çuar këtë person brenda portit. Ambulanca ka hyrë dhe e ka çuar këtë person, pra Tani, në atë vend dhe e ka lënë e ka braktisur. Për fat ka pasur njerëz të cilët e kanë parë situatën dhe jo vetëm kaq, por kanë qenë edhe dëshmitar të asaj që ka kaluar Tani për gati 2 ditë. Do të ndjekim tani një dëshmit, një person i cili nuk kërkon të identifikohet, kërkon të ruaj anonimatin, por që ka qenë prezent dhe dëshmitar i situatës që ka kaluar Artani. Çfarë ka ndodhur me Artanin, ose siç i thoni ju, Tani? Po shkosha për ke porti peshkimit dhe e gjeta e pam aty më shtri. E pyeta i thash ata, po ti çdo këtu? Pa më erdhi ambulanca, tha, sollëm ambulancë, më lan këtu. I thel si mos Tani, ta shumë tha se unë e gjeta faktikisht, e gjeta aty. Sa ke, tha, kom e 2 orë që më kanë sjell. Nga kërkoj njëm, amon, tha, më qapë, se, nga që ne e kena ati ke lagja, amon e qatë ke lagja. Mora një taksi në telefon, faktikisht. Se dosha me qatë ke lagja, se ishe i paralizuar, as nuk ecë, se as i gjo. E erdi taksia faktikisht, po nuk e mori dot. E pa taksia dhe tha që unë nuk e mori dot këtë dhe tha se kyqera i smurta, me mgel, me vdek mund makinë, tha, i bje përgjësia është e ime, tha se e mora. Pastaj ta iku taksia, fillova mora
ambulancë marrë dhe policin. Erdhën edhe ambulanca dhe policia erdhën të dyja. Fillon të uzi. A policia i thot ambulancës mere, ambulanca nuk e merr, te kam urdhën në Tiranë që nuk mund ta marrin. Po. Debaton aty njëra me tjetrën, i fjalë se përfundim të dy ikën edhe nuk ka asnjë nuk e mori. U interesuam prapë mbrapa se na erdhi keq. I çum në i batanie, në i gjomë, i fel me hongër, mos me lonë se. Edhe aty, di që ka net gjithë natën atë natë ka net gjithë natën aty, i çum i batanie, të nesër i çum dhe i shok tjetër që i qatën e ushqim në i gjo, a i shoku ku kishte shku njes, thanë që e kanë marrë vlla, tha, po më duket tha se e kanë marrë vdekat e tha, atë personin. E të shi morë vesh që e shtru, po e kanë marrë prapë. Praktikisht atë e kanë sjell pa lajmëru as i familjar as i gjo. Thjesht e kanë çunë që i punonte ke porti peshkimit, a kupton, shiste me i peshk me i gjo. Edhe si duket do i ke thonë që vetëm këtu se ai vend tjetër s'kishte ku shkonte, a kupton. Unë isha tek Spitali Rajonal i Durrësit, ku jam interesuar aty për Tanin. Gjendja e Tanit nuk është e mirë, për shkak se ka qenë në një situatë të keqe, ditën e sotme e kanë futur në operacion dhe i kanë amputuar njërën këmbë, pra i kanë prerë njërën këmbë. Pikpyetjet që ngrihen janë të shumta. Si mundet që një person i tillë në një situatë të tillë shëndetësore të mund të braktiset në portin e peshkimit të Durrësit, ku nuk ka banesa, ku nuk ka njerëz, ku nuk ka lëvizje, sepse është porti i Durrësit, nuk ka lëvizje aty njerëzish, dhe kanë gjetur pikërisht atë vend për ta hedhur atë njeri, dhe ai të përballej me fatin e tij. Po mos të ishte për njerëzit që kanë ngritur zërin, nuk e di se cila do të ishte gjendja e tij shëndetësore sot. Por alarmi i ngritur në rrjetet sociale ka bërë që autoritetet të kthjellohen, ta marrin ato individ dhe ta trajtojnë. Si është e mundur që ky person amputon, pra pret sot këmbën, teksa Spitali i Durrësit në njoftimin e tij thotë se gjendja e tij shëndetësore ishte e mirë. Si është e mundur që ambulanca e cila shkoi pasi u njoftua nga qytetarët, pasi u la ai person aty, pra 2 ditë më parë, nuk e mori, por tha që parametrat e tij jetësor janë të mirë. Si mundet që pasi këtij personi janë bërë diagnostikime të tjera, është vendosur amputimi i njërës prej këmbëve të tij? Si mundet që Spitali i Durrësit të marrë përgjegjësinë edhe të shërbimit social shtetëror, i cili ka dështuar totalisht, dhe nëse është lajmëruar shërbimi social shtetëror, shërbimi social shtetëror nuk ka vende më, sepse ky shtet nuk ka ndërtuar asnjë ndërtesë për t'u përgjigjur nevojave të qytetarëve. Zero. Dhe ato vende që janë të mbi ngarkuara. Duhet të gjesh mik të fortë për të futur një familjar tëndin në ato ndërtesa, në ato banesa të shërbimit social shtetëror. Por, si mundet një person të lihet ashtu në mes të portit peshkimit? Pse gënjen Ministria e Shëndetësisë dhe Spitali Rajonal i Durrësit kur thonë se e kemi lënë tek familjari? Po aty nuk ka ndërtesa, nuk ka shtëpi, si u la i person tek familjari? Pse gënjej në të tillë formë? Realisht është trishtim i madh dhe një situatë vërtet për të vënë duart në kokë, ku një person pra trajtohet në spital në Tiranë, çohet në Durrës, qëndron për një kohë të caktuar. Spitali thotë që gjendja e tij është e mirë, por koha tregon se gjendja e tij s'ka qenë fare e mirë, sa kohë kanë futur sot në operacion, i kanë amputuar këmbën, por edhe sikur të ishte e mirë, e lën aty, sepse institucionet për të trajtuar këta njerëz kanë dështuar totalisht dhe nuk kanë se si ja bëjnë hallit këtyre njerëzve. Dhe çfarë bëjnë? I braktisin në rrugë njerëz si Tani. E kjo ngjarje duhet i bëj me turp çdo që ka pasur përgjegjësi në këtë ngjarje dhe nuk ka bërë gjën e duhur. Duhet i bëj me turp, por këtyre nuk ju nxihet faqja, sepse njerëzve si Tanit ju japin si mundësi vetëm braktisjen, vetëm vdekjen, sepse për ta këta njerëz nuk kanë asnjë të drejtë. Për ta këta njerëz duhet vdesin si qenin mes rrugës.